Si shkaktohet marramendja dhe si parandalohet? Ekzistojnë dy shkaqe të zakonshme. I pari është virusi i quajtur labyrintitis, infeksioni i brendshëm i veshit që shkakton një strukturë të thellë brenda veshit tuaj për t'u inflamuar. E dyta është problemi i veshit të brendshëm që quhet si marramendje benigne me pozit paroksimale, në të cilën kristalet e kalciumit shkputen në veshin e brendshëm duke dërguar sinjale false në tru se jeni në lëvizje. Për të zbutur marramendjen, ajo që shkakton duhet të diagnostikohet dhe të trajtohet. Si një simptom, marramendja shpesh diagnostikohet klinikisht me një histori të plotë dhe ekzaminim klinik. Ekspozimi ndaj disa toksinave ose efekteve anësore të disa prej medikamenteve të caktuara mund të shkaktojë efekte anësore që të imitojnë marramendjen. Trajtimi ndryshon në varësi të diagnozës. Nëse shkaku i marramendjes suaj është viral, mjeku juaj mund të përshkruajë medikamente për të ndihmuar rreth simptomave.